Unë realisht prita që kom me pa edhe Unikatilin këto, për shkak se keni një farë historie jo të bashkëpunimeve, zakonisht në për albume të njëri tjetrit. Në qëtë album, qysh vendose, a është diçka që nashta veç e ke menu që si ka për shtat, apo thjesht jeni në dy rrymat ndryshme tash edhe në raport me ato që ka pëndodh njetat private t'juje, edhe si ju kanë lidhë rrugët. Në albumin Testament, unë e kum po Unikatilin pjesë të albumit. Po për shkak të rrethonave që kanë ndodhur rreth jetës të Unikatit, nuk kom dashur me bezdis, as mi propozu me bo kong, kështu që e kom lënë ato vet me këshyra po kthehet në muzikë, qysh po kthehet për potencialisht me bo bashkëpunime më vonë. Okej, a ki raport kështu, a keni raport shoqëror, a ju lidh kryesisht arti, i pëlqeni njëri tjetrit si artista, a është se shumë po më intereson që kjo puna e bashkëpunimit, tash mas e ra fjallat e Unikatili, qysh vjen deri te? Po edhe për me kërcu dhe për fonsa, se kemi edhe fonsa të përbashkët shumë. Po. Jas dojnë me na po bashkë, se menojnë që sanet që i tregojmë edhe që muzikën që e bojmë na shkon me bo diçka bashkë. Për me spjegu këto mirë, me Unikatilin live jemi po veç një herë. Kemi nejtë bashkë veç një herë në New York, kemi hongër dorë, kemi bo muhabet, kemi knasë. Bashkëpunimet i kemi bo gjithmonë në komunikim me telefon, me dy vende ndryshme, do me thonë. E kena posë qatë kimin që na ka shku bashkë, edhe e kena nëzirë kongën, i na morë vesh shumë letë qysh mi abo tek mi abo. Po unë e menoj që pavarësisht që s'kena nejtë shumë bashkë, kena besim një tjetrin shumë. Se kjo është diçka që vrejet, apo kuptan. Komunikojmë me raste, edhe e dim për një tjetrin që kemë shumë respekt, që kjo është, të me thonë, marrëdhënia ju.